Dielli i majt po lëshonte rrezet e tij të fundit mbi ujërat e kristalta të liçenit të Komos. Uji shtrifte në një palc nuancash portokalli dhe ari, ndërsa varka të vogla lundronin qetësisht afër bregut. Ishte një mbrëmje si çdo mbrëmje tjetër verore në verilindje të Italisë, e qetë, magjepsëse, perfekte për turistët që vinin nga i gjithë bota. Por në një çast, qetësia u shndërrua në kaos. Një britëm e rrëmbeu heshtjen. Aiuto! Aiuto! Ajo po mbytet! Liridon Krasniqi, një djalë 25 vjeçar nga Prishtina, ishte duke mbledhur mjetet e punës në anijen e vogël të restorantit ku punonte si kuzhinier. Restoranti La Spiaggia del Sole ndodhej pikërisht në breg të liçenit, dhe Liridoni shpesh kalonte orët e pasdite duke pastruar tavolinat dhe duke përgatitur gjithçka për mbrëmjen. Ishte punëtor, i heshtur, njëri që nuk kërkonte vëmendje. Thjesht donte të mbijetonte dhe të dërgonte para në shtëpi për familjen e tij. Por në atë moment, instikti i tij njerëzor e nxori nga rutina. Pa menduar as për një sekond, Liridoni la gjithçka dhe vrapoi drejt ujit. Aty, rreth 30 metra larg bregut, një figurë femërore po luftonte me valët. Duart e saj po përpiqeshin t'i kapnin ajrin, koka zhytej dhe dilte përsëri, por çdo herë gjithnjë e më pak. Ishte e qartë. Ajo po mbytej. Liridoni nuk pyeti kush ishte ajo, nuk pyeti pse ishte atje. Thjesht u hodh në ujë. Uji ishte i ftohtë, shumë më i ftohtë se sa dukej nga bregu. Por Liridoni ishte rritur pranë lumit Sitnica. Kishte notuar që kur ishte fëmijë dhe e dinte se çdo sekondë ishte jetike. Krahët e tij shkonin shpejt, këmbët godisnin ujin me forcë, dhe pas pak çashtesh arriti tek vajza. Qetësohu, kam ardhur, mbaju pas meje, i bërtiti ai në shqip dhe mandej përsëriti në një italisht të thyer. Stai calma, ti prendo! Por vajza ishte në panik. Ajo e rrëmbeu nga qafa, duke e shtyr poshtë, duke u përpjekur të ngjitej mbi të, si të ishte një lundër shpupimi. Liridoni ndjeu peshën e saj duke e tërhequr në thellësi. Uji hyri në mushkrit e tij. Për një moment, mendoi se do të mbytet edhe ai, por jo. Ai nuk e kishte të drejtë të humbte. Me një përpjekje të fundit, Liridoni e shtiu vajzën nga trupi i tij, e ktheu shpinën kah ai dhe e kapi nga mesi me një përkrahje të fortë. Pastaj, duke notuar me një krah dhe duke e mbajtur me tjetrin, filloi të zhvendosej drejt bregut. Njerëzit kishin filluar të mblidheshin, turist, banor lokal, stafi i restorantit. Të gjithë po bërtisnin, por askush tjetër nuk kishte guxuar të hidhej në ujë. Disa po filmonin me telefona, disa po thërrisnin policinë. Në fund, pas asaj që dukej sikur një përjetësi, këmbët e Liridonit prekën guralecët e bregut. Ai e çoi vajzën deri në rër, ku ajo ra përmbys, duke kollituar ujë dhe duke marrë frymë thellë e dhimbshëm. Liridoni gjithashtu ra në gjunjë duke marrë frymë si të ishte vrapuar një maraton. Je mirë? Mos lëviz. Je mirë, i tha ai duke e prekur shpatullën e saj me kujdes. Vajza ktheu kokën ngadalë. Sytë e saj ishin jeshil si deti, plot lotëve të rënditje. Flokët e saj të zinj i shkuan mbi fytyrë. Ajo duke i re, ndoshta në moshën e tij, ndoshta pak më e re. Veshja e saj, një fuftan i bardhë i lehtë, ishte ngjitur në trupin e saj të dridhur nga të ftohtit. Grazie, tha ajo. Zëri i saj mezi dëgjohej. Grazie, mi hai salvato. Është mirë, ju përgjigj Liridoni në italisht të thyer. Rëndësi ka që je mirë. Në atë moment, një grua me kostum të bardhë biznesi dhe syze të zeza u afrua me hapa të shpejta. Ajo ishte shoqëruar nga dy burra me veshje elegante, që dukeshin si roje personale. Gruaja e shikoi vajzën me shqetësim, pastaj me përmbajtje. Pastaj, sytë e saj u kthyen te Liridoni, duke e vlerësuar nga koka te këmbët. Kush je ti? Pyeti ajo prerë, në italisht perfekt. Unë punoj këtu, tha Liridoni, duke u ngritur në këmbë dhe duke treguar restorantin. E pash që pëmbytej dhe... Vazhdova. Thjesht e ndihmova. Gruaja e shikoi për disa sekonda, pastaj ktheu vëmendjen te vajza. Sofia, je mirë? Fol, i tha ajo me një ton të ashpër por plot shqetësim. Po Marta, jam mirë, tha vajza,
duke u ngritur ngadalë në këmbë. Faleminderit këtij djali, pa të unë nuk e mbaroi dot fjalinë. Lotët jam mbushën përsëri syt. Marta e ktheu shikimin te Liridoni. Ti e shpëtove atë. Kjo nuk harrohet kurrë. Si të quajnë? Liridon Krasniqi. Shqiptar? Po, nga Kosova. Ajo nuk tha asgjë më shumë. Thjesht nxori një kartë vizit nga xhepi i saj dhe ja dha. Ndoshta të kemi nevojë për ty, tha ajo me një ton enigmatik. Ose ndoshta ti na ke nevojë neve. Thirrë në këtë numër nesër. Liridoni nuk e kuptonte se ç'a nën kuptonte, por mori kartë vizitën. Para se të mundej të pyeste diçka më shumë, gruaja dhe rojet e shoqëruan vajzën drejt një makine luksothe të parkuar në rrugë. Sofia u kthye për një moment dhe e shikoi Liridonin. Buzëqeshja e saj ishte e dobët për plot mirënjohje. Pastaj u larguan. Liridoni mbeti atje i lagur, i raskapitur, i rrethuar nga njerëz që po flisnin dhe po e fotografonin. Kolegu i tij nga restoranti, Marko, erdhi dhe e përqafoi. Liri, je hero o vlla, e shpëtove atë vajzë, do të flas gjithë qyteti. Por Liridoni nuk ndjente veten hero. Ai thjesht ndjente lodhje dhe një pyetje që nuk e linte të qetë. Kush ishte ajo vajzë? Nesër në mëngjes, Liridoni u zgjua në apartamentin e tij të vogël, një dhomë të vetme që e ndante me 3 shqiptar të tjerë. Ishin të gjithë punëtor, njëri në ndërtim, tjetri në një fabrik dhe i treti shofer taksie. Jeta e tyre ishte e thjeshtë. Punë, gjumë dhe dërgimi i parave në shtëpi. Liridoni kishte ardhur në Itali 3 vjet më parë, mbas shumë përpjekjesh dhe shpresash. Familja e tij në Prishtinë nuk ishte e pasur. Babai i punonte si roj në një ndërmarrje private dhe nëna ishte pastruese në një shkollë. Ata kishin 2 fëmijë të tjerë, motrat e Liridonit që ishin ende në shkollë. Ai ishte djali i parë dhe përgjegjësia rëndonte mbi shpatullat e tij. Kur mori vesh për mundësinë e punës në Itali, nuk e mendoi 2 herë. Mori borxh nga një kushëri, bleu një biletë autobusi dhe udhëtoi drejt Milanos. Aty e gjeti veten në një botë të re, gjuhë që nuk e fliste, kulturë që nuk e njihte dhe ëndra që dukeshin larg. Por ai nuk u dorëzua. Mësoi italisht duke dëgjuar kolegun, duke parë televizion, duke lexuar shenja rrugore. Gjeti punën në restorantin pranë liçenit të Komos dhe edhe pse paga nuk ishte e madhe, ishte e mjaftueshme për të ndihmuar familjen. Kur u larguar nga apartamenti atë mëngjes, mori në dorë kartë vizitën që ja kishte dhënë gruaja dje. Në të shkruante: Marta Bellini, asistente personale. Dhe më poshtë, një numër telefoni dhe një adresë në qendër të Komos. Duhet ta thirr? Pyetja i veten. Por çfarë do t'i thoshte? Faleminderit që më dhat kartë vizitën? Kjo duke e çuditshme. Ndërkohë në restorant, atmosfera ishte ndryshe. Pronarët, një çift italian në të 50-tat, e përqafuan sapo e pan. Liridon, djali në trim, tha sinjora Elena, duke e puthuar në të 2 faqet. Ke bërë restorantin ton të famshëm. Shiko, gazeta po shkruan për ty. Ajo nxori një kopje të gazetës lokale. Në faqen e parë, ishte një fotografi e Liridonit duke dal nga uji me vajzën në krah. Titulli thoshte: Heroi shqiptar shpëtoi një vajzë nga mbytyja në liçenin e Komos. Liridoni nuk e besoi. Ai kur nuk ishte qenë në qendër të vëmendjes, ishte gjithmonë në hije, duke punuar pa u vënë re. Por tani njerëzit po e ndalonin në rrugë, po e përgëzonin, madje disa turistë po kërkonin të bënin foto me të. Kjo është e çuditshme, i tha ai Markos, kolegut të tij më të afërt. Shijoje vëlla, ju përgjigj Marko duke shpuar në krah. Nuk ndodh çdo ditë të bëhesh hero, ndoshta do të vijë dhe televizioni. Por Liridoni nuk donte famë. Ai donte vetëm të kthehej në rutinën e tij normale. Megjithatë, gjatë asaj dite, mendja e tij shpesh kthehej te ajo vajzë, Sofia. Sytë e saj të gjelbër plot tronditje, zëri i saj dobët kur e falenderoi. Dhe pyetja që nuk e linte rehat. Pse erdhi ajo grua aq shpejt? Pse ajo kishte roje? Kush ishin ata? Në mbrëmje, kur doli nga puna, Liridoni vendosi të telefononte numrin në kartovizit. Me dorën e dridhur, shtypi numrat dhe priti.
Telefoni ra 3 herë, 4 herë, 5 herë. Ai ishte gati ta mbyllte kur një zë femëror përgjigjut. Pronto. Përshëndetje. Jam Liridon. Liridon Krasniqi. Ju më dhat këtë numër dje pas... po, Liridon. Zëri i gruas ndryshoi menjëherë, u bë më i ngrohtë. E prisja telefonatën tënde. Ku je tani? Kam dal nga puna. Jam në Como. Perfekt. A mund të takohemi nesër? Kam diçka shumë të rëndësishme për të diskutuar me ty. Liridoni hezitoi. Për çfarë bëhet fjalë? Do ta shohësh nesër. E ja në këto adres në orën 3 pasdite. Dhe pa pritur përgjigje, linja u ndërpre. Liridoni u largua nga telefoni duke ndjerë një përzierje nervozizmi dhe kureshtjeje. Çfarë donte kjo grua nga ai? Dhe pse kishte kaq mister rreth asaj vajze? Shtëpia ku u drejtua Liridoni nuk ishte thjesht një shtëpi. Ishte një vilë madhështore me pemë palme në obor, porta të larta prej hekurit të zbukuruar dhe pamje direkt nga liçeni. Ai u ndal para derës dhe mori frymthell. Ndihej i papërshtatshëm në atë ambient me pantallona xhinsi dhe bluzë të vjetër pune. Por trokiti. Një burr i lartë me kostum të zi dhe veshje që duke sikur kushtonte më shumë se paga e tij një muaj, hapi derën. Liridon Krasniqi. Po. Pasioni. Zonja Belini ju pret. Liridoni hyri në një hol të gjerë me dysheme prej mermerit të bardhë. Tavanet e larta të stolisura me llambadare kristali dhe tavolina antike me objekte arti. Ishte si në një film. Ai u ndje sikur nuk i takonte atij vendi. Marta Belini erdhi nga shkallët me hapa të sigurt. Ajo kishte të veshur një kostum gri elegant. Flokët e saj të shkurtra ishin të krehura me përpikëri dhe sytë e saj të kaltër të ftohtë po e studionte Liridonin sërish. Mirë se erdhe, Liridon, tha ajo duke i shtrirë dorën. Uleshu, të lutem. Ajo ul në një karrige lëkure në dhomën e ndenjës, ku dritaret e mëdha hapeshin drejt liçenit. Marta ul përballë tij, duke kryqëzuar këmbët dhe duke vënë duart në gjunjë. Dua të falenderoj përsëri për atë që bëre. Sofia është shumë e rëndësishme për ne. Nuk ka nevojë për falenderime, tha Liridoni me modesti. Çdo njeri do ta kishte bërë të njëjtën gjë. Marta buzëqeshi pak, por në atë buzëqeshje kishte diçka enigmatike. Jo, Liridon, jo çdo njeri. Shumë njerëz kishin dalur dhe po e filmonin, por ti u hodhe pa menduar. Kjo tregon karakterin tënd. Liridoni nuk dinte çfarë të thoshte. Marta vazhdoi. Unë e di që ke pyetje. Kush është Sofia? Pse karoje? Pse unë erdha aq shpejt? Të them të drejtën, po, pranoi ai. Ajo mori një frym të thellë dhe për herë të parë shprehja e saj u bë serioze. Sofia Mariani është vajza e ambasadorit italian në Kombet e Bashkuara. Babai i saj, ambasadori Stefano Mariani, është një nga diplomatët më të fuqishëm të Italisë. Familja e tij ka lidhje me qeverinë, me biznese ndërkombëtare dhe me rrjete shumë të ndjeshme. Për këtë arsye Sofia është gjithmonë e mbrojtur nga roje dhe lëvizjet e saj janë të kontrolluara. Liridoni e dëgjoi me gojë hapur. Atë ditë, vazhdoi ajo, Sofia kishte ikur nga rojet. Ajo ka probleme me këtë lloj jete. Nuk i pëlqen të jetë gjithmonë në nënvëzhgim. Shkoi vetëm në liçen dhe fatkeqësisht nuk dinte sa i thellë ishte. Mbase nuk e llogariti rrezikun dhe kur u rrëzua, askush nuk ishte aty veç teje. Liridoni e kuptoi tani pse ishte aq sekret. Pra, tha ai ngadalë, unë e shpëtova vajzën në një ambasadori. Po, dhe kjo ka pasoja. Çfarë lloj pasojësh? Marta u ngrit nga karrigja dhe shkoi drejt dritares. Ambasadori është shumë mirënjohës. Ai dëshiron të takojë personalisht, dëshiron të falenderoj si duhet. Por, ajo u kthye dhe shikoi drejt për drejt në sy. Por gjithashtu, kjo histori nuk duhet të bëhet publike më shumë se sa është bërë. Media lokale e kanë ndjekur, por nëse shtypi ndërkombëtar e merr vesh, do të bëhet një skandal.
Fakti që vajza një ambasadori u gjetë vetme duke u mbytur, pa roje, pa mbrojtje, kjo mund të dëmtojë shumë reputacionin e familjes dhe të hap pyetje të rrezikshme. Liridoni filloi të kuptonte kompleksitetin e situatës. Pra, çfarë doni prej meje? Dua që të mos flasësh më me median dhe dua që të takosh ambasadorin. Ai do të vi këtu në Itali në fund të javës. Liridoni mendoi për një moment. Ai nuk kishte asnjë dëshirë të përfshihej në politik apo drama mediatike, thjesht donte të jetonte jetën e tij të thjeshtë. Nëse kjo është ajo që më kërkoni, taj, do ta pranoj. Nuk dua probleme. Marta buzëqeshi me lehtësim. Faleminderit Liridon. Dhe ka edhe diçka tjetër. Çfarë? Sofia dëshironte të shohë përsëri. Ajo nuk e ka harruar fytyrën tënde. Dëshironte të falenderoj personalisht. Zemra e Liridonit rahu pak më shpejt. Kur? Nesër. Ajo do të vi në vilë. Nëse je dakord, mund të kthehesh nesër në të njëjtën orë. Liridoni pranoi. Ndërsa po largohej nga vila, mendja e tij ishte plot pyetje, por një gjë ishte e qartë. Jeta e tij nuk do të ishte më e njëjtë. Liridoni nuk fleu shumë atë natë. Mendimi se do të takonte përsëri Sofian e bënte të ndihej i çuditshëm. Një përzierje nervozizmi, kurreshtjeje dhe diçka tjetër që nuk e kishte ndier prej kohësh. Ai nuk ishte patur kur kohë për romanca apo lidhje emocionale. Jeta e tij ishte punë, mbijetesë dhe përgjegjësi ndaj familjes. Por ajo vajzë, ajo Sofia, kishte diçka që e kishte prekur. Në mëngjes, Liridoni u përgatit me kujdes. U lau, u rrua dhe u vesh me këmishën më të mirë që kishte, diçka që e kishte bler për një dasëm shqiptare vjet. Shokët e tij në apartament e vunë në re ndryshimin. Ku po shkon kështu i solisur vlla? Pyeti Agimi, një nga bashkëqiramarrësit e tij, duke qeshur. Ke gjetur ndonjë vajzë italiane? Mos u bëj budalla, u përgjigj Liridoni, por fytyrën e tij e tradhtoi. Ai po skuqej. Në orën 3 pasdite, ai ishte përsëri para portave të vilës. Këtë herë, një grua e re në uniformë e priti dhe i shoqëroi në kopshtin e pasëm të vilës, një hapësirë e gjelbëruar me lule të lloj-llojshme, një pishinë dhe tavolina druri nën hije të pemëve. Dhe aty, duke ulur në një karrige, ishte Sofia. Ajo ishte e veshur me një fustan të bardhë të thjeshtë, flokët e saj të nxinj binin në val mbi shpatulla dhe sytë e saj të gjelbër po e pritnin. Kur e pa Liridonin, ajo u ngrit dhe buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet, e ngrohtë. Liridon, tha ajo në italisht dhe zëri i saj ishte si një melodi. Erdhe. Natyrisht, tha ai, duke u ndjer pa prit masingathët. Si je? Jam mirë, falteje. Ata ulën përballë njëri tjetrit në tavolinë. Një shërbyese solli kafe dhe ëmbëlsira, dhe mandej u largua, duke i lënë vetëm. Sofia e shikoi Liridonin me sy plot mirënjohje. Nuk e di si të filloj, tha ajo. Atë që ke bërë për mua ishte jashtëzakonshme. Ti nuk më njihje, nuk dije kush jam, por u hodhe në ujë dhe më shpëtove jetën. Nuk kishte nevojë, tha Liridoni, çdo njeri do ta kishte bërë. Jo, tha ajo me vendosmëri, jo çdo njeri. Unë kam jetuar në shumë vende, kam njohur shumë njerëz, dhe shumë pak prej tyre do të kishin guxuar atë që ti bëre. Liridoni nuk dinte çfarë të thoshte. Ai thjesht e shikoi. Sofia vazhdoi. Dua të njoh, dua të di kush je, nga vjen, çfarë bën, gjithçka. Kështu filloi një bisedë që zgjati orë të tëra. Liridoni i tregoi për jetën e tij në Kosovë, për familjen e tij, për vështirësitë e emigrimit, për ditët e para në Itali kur nuk e fliste gjuhën dhe nuk kishte para. Sofia e dëgjonte me vëmendje, pa e ndërprer, me sy që shprenin empati dhe interes të sinqert. Je shumë i fortë, tha ajo në fund. Unë nuk do të isha në gjendje të bëja atë që ke bërë ti. Liridoni shtrëngoi krahët. Çdo njeri bën atë që duhet për të mbijetuar, por jo çdo njeri e bën me dinjitet dhe mirësi,
shtoi Sofia. Ti nuk je si njerëzit që kam takuar, nuk ke pretendime, nuk kërkon gjëra, thjesht jeton dhe ndihmon. Liridoni ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, një ndjenjë ngrohtësie, pranimin që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Pastaj erdhi radha e Sofias të fliste. Ajo i tregoi për jetën e saj, lindur dhe rritur në ambiente diplomatike, gjithmonë në udhëtim, gjithmonë në presion për të qenë perfekte, gjithmonë e rrethuar nga roje dhe rregulla. Unë nuk kam pasur kur një jetë normale, tha ajo me zë të trishtuar. Nuk kam mundur të shkoj vetëm në park, nuk kam mundur të takoj njerëz, pa që dikush të më vëzhgoj, nuk kam mundur të jem thjesht Sofia. Pse erdhe vetëm atë ditë në liçen? Pyeti Liridoni me kureshtje. Sofia buzëqeshi me trishtim. Ishte hera e parë që ai e dëgjonte të qeshte me të vërtet. Zhurma e saj të qeshjes ishte e pastër, e hapur, dhe ai e ndjeu veten duke buzëqeshur gjithashtu. Orët kaluan dhe ata nuk e vunë re. Flasin për gjithçka: art, muzikë, ëndra, frikra, kujtesa fëmijërie. Liridoni zbuloi që Sofia kishte studiuar letërsi në Paris dhe që ajo kishte një pasion për të shkruar. Sofia zbuloi që Liridoni kishte dashur të studionte inxhinieri, por nuk ishte pasur mundësi. Në një moment, Sofia e pyeti: "Çfarë do të bëje nëse do të kishe kohën dhe parat për të bërë çfarë të doje?" Liridoni mendoi për një moment. Do të hapja një restorant të vogël në Prishtinë, një vend ku njerëzit mund të hanin ushqim tradicional shqiptar dhe të ndiheshin sikur janë në shtëpi. Dhe do të punsoja njerëz që kanë nevojë për punë, ashtu si unë kisha nevojë kur erdha këtu. Sytë e Sofias shkëlqyen. Kjo është një ëndër e bukur. Po ti, pyeti ai. Çfarë do të bëje? Do të shkruaja, tha ajo pa hezitim. Do të shkruaja libra, histori për njerëz të vërtet, jo për politika apo diplomaci. Histori që prekin zemrën. Ata u shikuan në sy dhe për një moment bota rreth tyre u zhduk. Ishte vetëm ai dhe ajo, dy persona nga botë krejtësisht të ndryshëm, por që në atë moment ndiheshin më afër se kurrë. Ditët vijuese ishin magjike për Liridonin. Ai dhe Sofia filluan të takoheshin shpesh, herë në vilë, herë në vende diskrete larg vëmendjes publike. Sofia kishte gjetur një mënyrë të shpëtonte nga rojet për ca orë dhe ato orë i kalonte me Liridonin. Ata ecnin në rrugët e vjetra të Komos, hynin në kafe të vogla ku askush nuk i njihte dhe flisnin për gjithçka. Liridoni e mësonte atë të qeshte me zemër, të harronte për një moment presionin e jetës së saj. Dhe Sofia po e ndihmonte atë të shihte botën ndryshe, jo vetëm si një vend ku duhet të mbjetosh, por si një vend plot mundësi dhe bukuri. Por lulëzimi i kësaj miqësie dhe diçka më shumë se miqësi nuk shkoi pa u vënë re. Një pasdite, ndërsa Liridoni po kthehej në restorant pas një takimi me Sofian, Marta Bellini e priti jashtë. Fytyra e saj ishte rrept dhe zëri i saj ishte i ftohtë si akulli. Liridon, duhet të flasim. Ai ndjeu një shqetësim në bark. Çfarë ndodhi? Hyn në makinë. Ata hipën në një makinë me xhama të zinj dhe shoferi i Martës filloi të drejtojë në një rrugë të largët nga qyteti. Marta nuk foli derisa makina u ndal në një vend të qetë pranë liçenit. "Çfarë po bën me Sofian?" pyeti ajo prerë. Liridoni ndjeu tensionin. "Ne thjesht po kalojmë kohë. Ajo donte të më njihte dhe unë..." "Dhe ti je duke e vënë atë në rrezik", e ndërpreu Marta. Çdo herë që Sofia del paroje, çdo herë që takohet me dikë pa leje, ajo rrezikon sigurinë e saj, dhe kjo reflekton keq te familja e saj dhe te puna ime. "Unë nuk kam bërë asgjë të keqe", tha Liridoni me mbrojtje. "Ne vetëm flisnim." "Vetëm flisni?" e shikoi Marta me skepticizëm. "Liridon, ti je një djalë i mirë, e kuptoj këtë, por ti nuk kupton me çfarë po merresh. Sofia nuk është një vajzë normale. Ajo ka përgjegjësi, ka presione, ka një të ardhme që tashmë është e shkruar, dhe ti nuk je pjesë e asaj të ardhmeje." Fjalët e Martës goditën si shpulla.
Liridoni ngjoi një dhimbje në gjoks që nuk e kishte pritur. "Çfarë doni të theni?" pyeti ai me zë të ulët. "Dua të them që duhet të largohesh nga ajo, për të mirën e saj, për të mirën tënde. Sofia do të kthehet në SBA brenda pak javësh. Babai i saj do ta marrë me vete, dhe gjithçka që ka ndodhur këtu do të mbetet në të kaluarën." "A e di Sofia për këtë?" pyeti Liridoni. Marta hezitoi për një moment dhe ai e kuptoi përgjigjen. "Jo, ajo nuk e di ende, por do ta mësoj së shpejti." Liridoni ndjeu një boshllëk në stomak. Kishte filluar të ndjente diçka të fortë për Sofian, diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë, dhe tani po i thonin se duhej ta linte. "Nëse Sofia dëshiron të më shoh," tha ai me vendosmëri, "unë do të jem atje. Nuk më takon mua të vendos për të." Marta e shikoi me një përzierje respekti dhe e frustrimi. "I e kokfort," tha ajo, "po qartë je edhe naiv. Bota e Sofias nuk është si jotja. Ka rregulla, ka interes, ka presione që ti nuk mund t'i imagjinosh. Edhe nëse vazhdon këtë rrugë, do të dëmtoheni të dy." Liridoni nuk përgjigji. Thjesht doli nga makina dhe u largua. Por fjalët e Martës mbetën në mendjen e tij. Ai e dinte që ajo kishte të drejtë në një sens. Ai dhe Sofia vinin nga botë krejtësisht të ndryshme. Por një pjesë e tij nuk donte ta pranonte këtë. Atë mbrëmje, Sofia i thirrti në telefon. "Liri, a jemi mirë? Marta më tha që foli me ty." "Po, jemi mirë," ju përgjigja ai, megjithse nuk ishte krejtësisht e vërtet. "Ajo të ka thënë që të largohesh nga unë, apo jo?" pyeti Sofia drejt për drejt. Liridoni hezitua. "Po." Sofia mori një frym të thellë. "Ajo nuk kupton, askush nuk kupton. Unë nuk dua të jem ajo që ata duan që të jem. Dua të jetoj jetën time, edhe ti më bën të ndihem e lirë." Zemra e Liridonit u ngroh, por ai gjithashtu ndjeu peshën e përgjegjësisë. "Sofia," tha ai ngadalë, "unë nuk dua të sjell probleme. Nëse të takoj, do të shkaktoj vështirësi për ty." "Nuk më intereson," e ndërpreu ajo me vendosmëri. "Unë dua të shoh, dhe nuk do të lejoj që askush të vendos për mua." Dhe kështu, ata vazhduan të takoheshin, por tani kishte një tension në ajër, një ndjenjë se diçka po afrohej, diçka që do t'i ndryshonte gjërat përgjithmonë. Javën e dytë pas shpëtimit, ambasadori Stefano Mariani mbërriti në Itali. Ishte një burr në të 50-tat, i lartë, me flokë gri dhe qëndrim madhështor. Fytyra e tij kishte autoritet dhe zëri i tij ishte i thellë dhe komandues. Kur hyri në vilën ku qëndronte Sofia, gjithë atmosfera u bë më formale. Liridoni u ftua të takonte ambasadorin. Ai erdhi i veshur në të njëjtën këmishë që kishte veshur për takimin e parë me Sofian, edhe këtë herë ishte edhe më nervoz. Në sallonin e madh të vilës, ambasadori ishte duke pritur, duke qarë një cigare kubane dhe duke parë nga dritarja me pamjet e liçenit. Kur Liridoni hyri, ambasadori u kthye dhe e vlerësoi me një shikim të mprehtë. "Pra, ti je Liridon Krasniqi?" tha ai në italisht perfekt, me një theks të lehtë diplomat. "Po, zoti ambasador," tha Liridoni duke u përpjekur të duke i qetë. Ambasadori i bëri shenjë të ulej dhe ai vet u ul përballë tij. "Dua të të falenderoj personalisht," filloi ambasadori. "Të shpëtosh vajzën time ishte një veprim heroik. Nuk ka fjalë që mund ta shprehin plotësisht mirënjohjen time." "Nuk ka nevojë për falenderime, zoti ambasador," tha Liridoni me modesti. "Kam bërë atë që çdo njeri do të bënte." Ambasadori buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e kontrolluar, diplomatike. "Jo, Liridon, jo çdo njeri. Edhe për këtë dua të kompensoj. Kam hapur një llogari bankare në emrin tënd me 20.000 euro. Është një falënderim i vogël për atë që ke bërë." Liridoni mbeti i habitur. 20.000 euro. Kjo ishte më shumë se sa ai fitonte në 2 vjet pune. "Zoti ambasador, kjo është shumë bujar, por unë nuk e kam bërë për para," tha ai me modesti. "E di," tha ambasadori, "por megjithatë dua që ti t'i marrësh. Përdori për veten tënde, për familjen tënde. Ke merituar më shumë se kaq." Liridoni nuk dinte çfarë të thoshte. Pranova me një ulje të kokës. Por pastaj ambasadori ndryshoi ton. Fytyra e tij u bë më serioze, sytë e tij më të ashpër. "Megjithatë, Liridon, ka diçka tjetër që duhet të diskutojmë."
Liridoni ndjeu një akulli në kuriz. Sofia më ka folur për ty. Më ka thënë që ju keni kaluar kohë së bashku. Liridoni nuk dinte nëse duhet ta mohonte apo ta pranonte. Ai zgjodhi të ishte i sinqert. Po, kemi kaluar pak kohë. Ajo donte të më njihte dhe unë dhe ti e përfshirë emocionalisht me të. E ndërpreu ambasadori. Liridoni nuk përgjigji, por heshtja e tij ishte përgjigje e mjaftueshme. Ambasadori u ngrit dhe filloi të ecste ngadalë në përdhom. Liridon, ti duket të jesh një djalë i mirë, por duhet të kuptosh diçka shumë të qartë. Sofia ka një jetë që tashmë është e planifikuar. Ajo do të kthehet në SBA, do të vazhdojë studimet e saj dhe në të ardhmen do të ketë një rol në diplomaci ose në sektorin privat. Ajo do të martohet me dikë nga ambienti i saj, dikë që mund të mbështesë karrierën e saj dhe të familjes. Çdo fjalë e ambasadorit ishte si një goditje. Çfarë po përpiqeni të më thoni? Pyeti Liridoni, megjithse e dinte përgjigjen. Ambasadori u ndal dhe shikoi drejt për drejt në sy. Po të them që çfarëdo që ka ndodhur midis jush, duhet të mbaroj. Tani, Sofia nuk mund të vazhdojë të shohë dhe ti nuk mund të vazhdosh të shpresosh për diçka që nuk mund të ndodhë. Liridoni ndjeu një zemërim duke u ndezur brenda tij, një zemërim të rrallë për të, por të fuqishëm. Me respekt, zoti ambasador, Sofia është një grua e rritur. Ajo mund të vendosë për veten e saj. Ambasadori e shikoi me një shikim të ftoftë. Sofia është vajza ime dhe unë do të bëj gjithçka për të mbrojtur të ardhmen e saj, edhe nëse kjo do të thotë të largoj ty. Çfarë kuptoni me këtë? Pyeti Liridoni, zemërimi duke u rritur. Kuptoj që ke një leje pune këtu në Itali, leje që mund të anullohet nëse ka dyshime për sjellje të papërshtatshme. Kuptoj që familja jote në Kosovë varet nga paratë që ti dërgon, dhe kuptoj që nëse humbet punën, jeta jote këtu do të mbaroj. Liridoni ndjeu një frikë të thellë. Ambasadori nuk po kërcënonte vetëm atë, po kërcënonte gjithçka që ai kishte ndërtuar. Apo më kërcënoni? Pyeti ai me zë të qetë, por të mbushur me tension. Jo, tha ambasadori me qetësi. Po të tregoj realitetin. Ti ke dy zgjedhje, Liridon. Ose largohet nga Sofia dhe vazhdon jetën tënde këtu pa probleme, ose vazhdon të takohesh me të dhe përballet me pasojat. Liridoni nuk foli. Thjesht u ngrit dhe u largua nga dhoma pa thënë asnjë fjalë. Kur doli nga vila, ai donte të bërtiste. Donte të godiste diçka. Donte të ndryshonte botën, por e vetmja gjë që mund të bënte ishte të ecte në rrugë, duke u përpjekur të mbante lotët që po i mbytnin. Atë mbrëmje, Sofia e thirri. Çfarë të tha babai? Pyeti ajo me shqetësim. Liridoni nuk donte t'ia thoshte të vërtetën, por ai nuk mund të gënjente. Më tha që duhet të ndahemi, dhe nëse nuk e bëjmë, do të kam pasoja. Nga ana tjetër e linjës, Sofia qau. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. E di, tha Liridoni, me zot të thyer, por çfarë mund të bëjmë? Nuk e di, tha Sofia, por nuk dua të humbas. Ata mbetën në heshtje për disa minuta, duke dëgjuar vetëm frymarrjen e njëri tjetrit. Dhe në atë moment që të dy e kuptuan, kjo histori nuk do të kishte një fund të lehtë. Ditët që pasuan ishin tortur për të dy. Sofia u mbyll në vilë me roje të shtuara dhe me gjithë lëvizjet e saj të monitoruara. Ambasadori kishte dhënë urdhra të qarta, asnjë kontakt me Liridonin. Por Sofia nuk ishte lloji i vajzës që pranonte urdhra pa pyetur. Ajo kishte jetuar gjithë jetën në kontroll, dhe tani, për herë të parë, kishte gjetur diçka të vërtet, dikë që e shihte për atë që ishte, jo për mbiemrin që mbante. Një natë, ajo arriti të ikte përsëri. Kësaj here ishte më e kujdesshme. Priti derisa rojet ndërruan turnet dhe u rrëshqit nga dritarja e dhomës së saj, duke përdorur një shkallë litar që kishte përgatitur më parë. Ishte si në një film, dhe për një moment Sofia ndjeu një adrenalin që nuk e kishte ndjer kurrë. Ajo takoi Liridonin në një kafe të vogël larg qytetit, ku askush nuk do t'i njihte. Kur Liridoni e pa, ngru nga karrigja dhe përqafoi fort. Nuk duhet të jesh këtu, i tha ai, por zëri i tij ishte i mbushur me lehtësim. Nuk më intereson çfarë duhet, tha Sofia. Doja të shoh. Ata ulën dhe për një moment thjesht u shikuan njëri tjetrin. Kishte kaq shumë për të thënë, por fjalët dukeshin të pamjaftueshme. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Liridoni së fundi. Sofia mori frym thellë.
Nuk e di, por e di që nuk dua të humbas. Je personi vetëm që më ka bërë të ndihem e lirë. Personi vetëm që më shikon si Sofia, jo si vajza e ambasadorit. Por babai yt, filloi Liridoni. Babai im është mësuar të kontrollojë gjithçka, por nuk mund të kontrollojë ndjenjat e mia. Liridoni e mori dorën e saj. Sofia, unë nuk dua që të kesh probleme për shkakun tim. Familja jote, e ardhmja jote. E ardhmja ime nuk do të thot asgjë nëse jam e pafat, tha ajo me vendosmëri. Kam jetuar gjithë jetën duke bërë atë që të tjerët duan, por tani, për herë të parë, dua të bëj atë që unë dua. Ata kaluan orë të tëra duke folur për opsionet e tyre. Mund të largoheshin? Jo. Kjo do të ishte e pamundur. Ambasadori kishte resurse të pakufizuara për t'i gjetur. Mund të presin derisa Sofia të bëhej e pavarur financiarisht? Por kjo do të merrte vite. Në fund, ata arritën në një vendim. Do të vazhdoni të takohen në fshehtësi, sa më shumë që të mundeshin, derisa të gjenin një zgjidhje. Por të dy e dinin që ky plan ishte i brisht si qelçi. Kur Sofia u kthye në vila të natë, e priti një shok i tmerrshëm. Ambasadori ishte atje, me martën dhe me dy rojet sigurimit. Fytyra e tij ishte e kuqe nga zemërimi. Ku ke qenë? Bërtiti ai, një ton që Sofia nuk e kishte dëgjuar priti kur. Kisha dalë për pak, tha ajo, duke u përpjekur të duke e qetë. Mos më gënje, briti ai. E di ku ke qenë, e di me kë ke qenë, si guxon të më sfidosh kështu. Sofia nuk u përgjigj, thjesht e shikoi me sfidë. Ambasadori u afrua tek ajo, duke e kapur nga krahu. Ti po e shkatron reputacionin e familjes son, po e shkatron të ardhmen tënde. Dhe gjithë kjo për çfarë? Për një emigrant që nuk ka asgjë për të ofruar? Ai ka më shumë për të më ofruar se sa cili do që ti ke zgjedhur për mua, tha Sofia me zë të qetë, por të mbushur me fuqi. Ambasadori e lëshoi krahun e saj dhe bëri një hap prapa, sikur fjalët e saj kishin goditur fizikisht. Do të kthehesh në SBA jamën e ardhshme, tha ai me një ton përfundimtar. Dhe nuk do të kesh më asnjë kontakt me atë djalë. Kjo është vendimi im. Nuk mund të më detyrosh, tha Sofia. Mund dhe do të ta bëj, tha ambasadori. Je vajza ime dhe do të më dëgjosh. Sofia e shikoi me lot në sy dhe pa thënë asgjë më, u largua duke vrapuar në dhomën e saj. Atë natë ajo dërgoi një mesazh te Liridoni. Po më dërgoj në Amerikë. Nuk di kur do të shoh përsëri, po më vjen shumë keq. Liridoni lexoi mesazhin dhe ndjeu një boshllëk në gjoks që nuk ishte ndjer kurrë. Ishte sikur bota rreth tij po shembet. Ditët e fundit para largimit të Sofias ishin një ëndër e keqe për Liridonin. Ai u përpoq të punonte, por mendja e tij ishte gjithmonë te ajo. U përpoq të flinte, por çdo natë zgjohej me ankth. Marko, kolegu i tij, e vuri re ndryshimin. "Vlla, çfarë po ndodh me ty?" Pyetja ai një ditë gjatë pushimit. "Duket sikur ke humbur gjysmën e vetes." Liridoni i tregoi gjithçka, për Sofian, për ambasadorin, për presionin dhe për dhimbjen që ndjente. Marko e dëgjoi me vëmendje dhe në fund tha: "Nëse e do vërtet, atëherë lufto për të. Mos e lër që dikush tjetër të vendosë për fatin tënd." Por si mund të luftonte? Çfarë mund të bënte një emigrant i thjesht kundër një ambasadori? Përgjigja erdhi nga një vend i papritur. Një ditë, Liridoni mori një telefonat nga një numër i panjohur. Kur përgjigjur, një zë mashkullor i panjohur foli në italisht. "Zoti Krasniqi, quhem Giorgio Mancini, jam gazetar investigativ. Kam dëgjuar për historinë tënde me vajzën e ambasadorit." Liridoni ndjeu një alarm. "Nuk kam asgjë për të thënë." "Prit të lutem," tha gazetari. "Nuk dua të dëmtoj. Në të vërtetë mund të të ndihmoj. Kam mësuar që ambasadori Mariani është duke u përpjekur të largojë nga Italia. Kam mësuar gjithashtu që ai ka përdorur lidhjet e tij për të ushtruar presion mbi ty dhe vajzën e tij." "Si i dini këto?" pyeti Liridonin. "Kam burimet e mia," tha Giorgio, "por pika është kjo. Nëse e do vërtet, atëherë lufto për të. Mos e lër që dikush tjetër të vendosë për fatin tënd." "Por si mund të luftonte? Çfarë mund të bënte një emigrant i thjesht kundër një ambasadori?" Përgjigja erdhi nga një vend i papritur. Një ditë, Liridoni mori një telefonat nga një numër i panjohur. Kur përgjigjur, një zë mashkullor i panjohur foli në italisht. "Zoti Krasniqi, quhem Giorgio Mancini, jam gazetar investigativ. Kam dëgjuar për historinë tënde me vajzën e ambasadorit." Liridoni ndjeu një alarm. "Nuk kam asgjë për të thënë."
Prit të lutem, tha gazetari, nuk dua të të dëmtoj. Në të vërtet mund të të ndihmoj. Ka mësuar që ambasadori Mariani është duke u përpjekur të të largojë nga Italia. Ka mësuar gjithashtu që ai ka përdorur lidhjet e tij për të ushtruar presion mbi ty dhe vajzën e tij. Si dini këto? Pyeti Liridoni. Kam burimet e mia, the Giorgio, por pika është kjo. Nëse ke guximin të flasësh publikisht, unë mund të publikoj një artikull që do ta vendos ambasadorin nën presion publik. Njerëzit duhet të dinë se si ai po e kontrollon vajzën e tij, se si po të kërcënon ty. Liridoni hezitoi. Kjo do të nënkuptonte të hynte në një luftë publike me një njerëz shumë të fuqishëm. Nuk e di, tha ai. Nuk duaj që Sofia të ketë probleme. Problema jo ka tashmë, por publiciteti mund ta ndihmojë. Nëse njerëzit dinë të vërtetën, ambasadori nuk do të mund të veprojë me të njëjtën liri. Liridoni mendoi gjatë. Ishte një rrugë e rrezikshme, por ishte ndoshta e vetmja rrugë që kishte. Do të mendoj për këtë, tha ai. Nuk ke shumë kohë, tha Giorgio. Sofia largohet për në Amerikë pas 3 ditësh. Pas bisedës, Liridoni thiri Sofian dhe ja tregoi gjithçka. Çfarë mendon? Pyeti ai. Sofia ishte e heshtur për një moment, pastaj tha: Babai im uren skandalet. Nëse kjo bëhet publike do të jetë shumë i zemëruar, por ndoshta, vetëm ndoshta, do të kuptoj që nuk mund të më kontrolloj përgjithmonë. Pra, je dakord? Po, tha ajo me vendosmëri. Le të luftojmë. Dhe kështu, Liridoni thirri Giorgion dhe pranoi të japë një intervistë. Artikulli u publikua në një nga gazetat më të lexuara të Italisë. Titulli ishte ndezës: Heroi shqiptar kërcënohet nga ambasadori italian për shkak të dashurisë me vajzën e tij. Artikulli tregonte gjithçka: shpëtimin, takimet, kërcënimet, presionin. Kishte citate nga Liridoni, foto të tij dhe të Sofias, të marra në fshehtësi nga paparazzi, dhe akuza të rënda ndaj ambasadorit për abuzim të pushtetit dhe kontroll të tepruar mbi vajzën e tij të rritur. Brenda disa orëve historia u bë virale. Media italiane e mori dhe së shpejti media ndërkombëtare gjithashtu. Njerëzit në mediat sociale filluan të diskutojnë. Disa e mbështetën Liridonin duke e quajtur një histori dashurie të vërtetë kundër paragjykimit. Të tjerë e mbështesën ambasadorin duke thënë që ai kishte të drejtë të mbronte vajzën e tij. Por një gjë ishte e qartë. Tani gjithë bota po shikonte. Ambasadori u tërbua. Ai thirrë një konferencë shtypi në vilën ku qëndronte, ku e mohoi çdo akuzë dhe e quajti artikullin përpjekje për të dëmtuar reputacionin e tij dhe të familjes së tij. Ai gjithashtu e quajti Liridonin një oportunist që po përpiqet të përfitojë famë nga një situatë tragjike. Por reagimi publik nuk ishte aq i njëanshëm sa ai kishte shpresuar. Shumë njerëz, veçanërisht të rinjt, filluan të mbështesin Liridonin dhe Sofian. Kishte protesta të vogla jashtë konsulatave italiane në disa qytete, me njerëz që mbanin pankarta me slogane si "Lëreni dashurinë të fitoj" dhe "Sofia e lirë". Ndërkohë, Sofia gjeti guximin të flasi publikisht. Ajo publikoi një deklaratë në rrjetet sociale. Quhem Sofia Mariani dhe dua të sqaroj disa gjëra. Liridon Krashnici më shpëtoi jetën kur askush tjetër nuk guxoi. Ai është një njeri i mirë, i ndershëm dhe i pastër. Nuk është oportunist gjithkaq përshkruar në artikull. Është dikush që më ka trajtuar me respekt e dashuri të vërtetë. Babai im po përpiqet të më largoj prej tij për shkak se nuk i përket klasës së duhur sociale. Por unë jam 24 vjeç. Jam e rritur dhe dua të vendos për veten time. Ky është thirrja ime publike. Lër më të jetoj jetën time. Postimi u shpërnda nga mijëra njerëz. Dhe papritmas Sofia u bë një simbol i rebelimit të rinjve kundër kontrollit prindëror dhe paragjykimit shoqëror. Ambasadori nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të hiqej përkohësisht nga skenat publike për të shmangur më shumë dëmtim të reputacionit, por ai ende nuk kishte hequr dorë. Ai thirri Liridonin privatisht. Takimi ndodhi në një dhomë private në një hotel luksoz në Milano. Ishin vetëm ambasadori dhe Liridoni, pa roje, pa martën, pa askën tjetër. Ambasadori duke i lodhur, fytyra e tij kishte humbur autoritetin që kishte pasur më parë. Tani dukej sikur ishte thjesht një babai i shqetësuar. "Uleshu Liridon", tha ai me një ton më të butë se më parë. Liridoni u ul, por ishte në roj. Ambasadori mori një frymë të thellë. "Ke fituar", tha ai thjesht. "Publiku të mbështet, Sofia të mbështet, dhe unë kam humbur kontrollin." Liridoni nuk tha asgjë. Thjesht e dëgjoi.
Kam menduar shumë këto ditë, vazhdoi ambasadori, dhe kam kuptuar që kam bërë një gabim, jo sepse të kam kërcënuar ty, por sepse nuk e kam dëgjuar vajzën time, nuk i kam dhënë asaj lirinë që meritonte. Ai bëri një pauzë, pastaj shtoi: Sofia të do, dhe unë nuk mund të ndërhyj në atë. Liridoni ndjeu një lehtësim të madh, por gjithashtu dyshim. Çfarë po përpiqeni të më thoni? Ambasadori e shikoi drejt për drejt. Po të them që nëse ti e bën Sofian të lumtur, atëherë kam gabuar për ty, por dua të të paralajmëroj për diçka. Jeta me të nuk do të jetë e lehtë. Do të ketë presion nga media, nga familja, nga shoqëria. A je i gatshëm për këtë? Liridoni nuk hezitoi. Po, jam i gatshëm për gjithçka, nëse kjo do të thotë të jem me të. Ambasadori buzëqeshi për herë të parë, një buzëqeshje të lodhur, por të sinqert. Atëherë ke bekimin tim, por me një kusht. Çfarë kushti? Kujdesu për të, bëje të lumtur, dhe mos e zhgënje kur. Liridoni zgjati dorën. Ju jap fjalën time. Ata shtrënguan duar dhe në atë moment diçka ndryshoi. Nuk ishin marrë miq, ishin thjesht dy burra që donin të njëjtën gjë, lumturinë e Sofias. Kur Liridoni doli nga hoteli, e thirri menjëherë Sofian. Takova babain tënd, i tha ai. Dhe, pyeti ajo me shqetësim. Ai na dha bekimin. Sofia pushoi për një çast, sikur nuk e besonte. Pastaj filloi të qante, por këtë herë ishin lot gëzimi. Vërtet? Vërtet e tha këtë? Po, tha që nëse të bëj të lumtur, atëherë është dakord. Sofia nuk mund të fliste më, thjesht qau dhe qeshi në të njëjtën kohë, dhe Liridoni ndjeu një peshë të madhe duke u hequr nga shpatullat e tij. 2 muaj më vonë, jeta e Liridonit dhe Sofias kishte ndryshuar plotësisht. Sofia nuk u kthye në Amerikë. Në vend të kësaj, ajo vendosi të qëndronte në Itali dhe të vazhdonte studimet e saj këtu. Ambasadori, ndonse i trishtuar që ajo nuk ishte pranë tij, e pranoi vendimin e saj. Ai madje i siguroi një apartament në Como dhe vazhdoi ka mbështeste financiarisht, megjithse tani me më pak kontroll. Liridoni gjithashtu ndryshoi punë. Me paratë që ambasadori i kishte dhënë si falënderim dhe që ai nuk i kishte prekur deri tani, ai hapi një biznes të vogël, një restoran tradicional shqiptar në qendër të Komos, e quajti Shtëpia e Liridonit, dhe u bë shpejt i njohur për ushqimin e tij të shijshëm dhe atmosferën e ngrohtë. Sofia e ndihmonte shpesh në restorant. Ajo merrte porosit, fliste me klientët dhe her pas here shkruante receta në një blog që kishte hapur. Njerëzit e donin. Ajo ishte e natyrshme, e sinqert dhe plot jetë, por më e rëndësishmja, ata ishin të lumtur. Natyrisht, kishte ende sfida. Familja e zgjeruar e ambasadorit nuk e kishte pranuar ende plotësisht Liridorin. Kishte edhe njerëz në komunitetin shqiptar që mendonin që ai po harronte rrënjët e tij duke u lidhur me një italiane të pasur. Dhe kishte media që vazhdonte të shkruante për ta her pas here, duke trajtuar marrëdhënien e tyre si një soap opera. Por Liridoni dhe Sofia nuk u interesuan. Ata kishin mësuar të jetonin për njëri tjetrin, jo për opinionin e të tjerëve. Një ditë ndërsa ishin duke ecur pranë liçenit, atje ku gjithçka kishte filluar, Liridoni ndaloi dhe u kthye tek Sofia. Ka diçka që dua të pyes, tha ai. Çfarë? Pyeti ajo duke buzëqeshur. Ai nxori një kuti të vogël nga xhepi. Zemra e Sofias filloi të rrahë më shpejt. Sofia Mariani, tha Liridoni duke u ulur në një gjunjë. Ti më ndryshove jetën. Më mësove çfarë do të thotë të dashurosh, të shpresosh dhe të luftosh për diçka të vërtetë. Do të më bëje nderin të bëhesh gruaja ime? Lotët e Sofias filluan të rrjedhin, por ajo u buzëqeshe. Po, tha ajo me zë të dridhur. Po. Ata u përqafuan fort dhe për një moment bota rreth tyre zhdukej. Ishte vetëm ai dhe ajo në vendin ku gjithçka kishte filluar. 6 muaj më vonë, dasma e tyre u mbajt në një vend simbolik, në një kishë të vogël pranë liçenit të Komos, me pamje direkte nga uji ku Liridoni e kishte shpëtuar Sofian. Ishte një dasmë e pazakont. Nga njëra anë ishin të ftuarit e Sofias, familja e ambasadorit, diplomat, njerëz nga klasa e lartë italiane dhe ndërkombëtare. Nga ana tjetër, ishin të ftuarit e Liridonit, familja e tij nga Kosova, miq të tij emigrant, kolegët nga restoranti dhe njerëz të thjeshtë që e kishin mbështetur gjatë gjithë kësaj udhëtimi.
Ishte një kontakt mes dy botëve krejtësisht të ndryshme, por në atë ditë ato dy bota u bashkuan. Babai i Liridonit, një burr i thjesht me duar të ashpra nga puna, qëndroi përkrah ambasadorit gjatë ceremonisë. Në fillim, ata nuk flasin, por më fund, ambasadori zgjati dorën. Faleminderit që ke rritur një djalë kaq të denj, i tha ai në shqip të thyer, kishte mësuar ca fjalë për këtë rast. Babai i Liridonit buzëqeshi me lot në sy dhe e shtrëngoi dorën. Faleminderit që i dhe vajzës suaj shans të njohë dashurinë e vërtet. Ceremonia ishte e bukur dhe emocionale. Kur prifti tha mund ta puthni nusen, Liridoni dhe Sofia u puthën me një dashuri kaq të sinqertë sa të gjithë në sallë duar troktën dhe disa qanë. Në festën pas ceremonisë u luajt muzikë shqiptare dhe italiane. Liridoni kërceu valle tradicionale shqiptare me familjen e tij dhe Sofia u bashkua, duke u përpjekur të ndjek hapat dhe duke qeshur me gaz. Pastaj, ata kërcyen së bashku një valce italiane duke u vështruar thellë në sy. Në një moment, Liridoni mori mikrofonin dhe tha: "Dua të falenderoj të gjithë që erdhën sot. Kjo dasëm nuk është vetëm për mua dhe Sofian, është një simbol që dashuria nuk njeh kufi, nuk njeh klasa sociale dhe nuk njeh paragjykime. Ne të dy vim nga botë të ndryshme, por gjetëm njëri tjetrin, dhe kjo është më e fortë se çdo pengesë." Të gjithë duar trokiten me fuqi. Sofia më pas mori mikrofonin dhe tha: "Kur Liridoni më shputoi nga uji, ai nuk e dinte kush isha. Nuk e dinte që isha vajza e një ambasadori. Nuk e dinte që kisha para ose lidhje. Ai thjesht pa një njeri në rrezik dhe veproi. Kjo më mësoi diçka shumë të rëndësishme. Njerëzit më të mirë në botë nuk janë ata që kanë më shumë, por ata që japin më shumë. Dhe Liridoni është njeriu më i mirë që kam njohur ndonjëherë." Përsëri, duar trokitje dhe lot. Festa vazhdoi deri vonë në natë. Kishte valle, këngë, ushqim të mrekullueshëm dhe shumë emocione. Ishte një festim jo vetëm i dashurisë, por edhe i mbijetesës, shpresës dhe fitores kundër paragjykimit. Muaj dhe vitet që pasuan ishin plot sfida, por gjithashtu plot lumturi. Liridoni dhe Sofia zgjodhën të jetonin në Como, ku restoranti i Liridonit vazhdoi të rritej. Ai punsoi më shumë shqiptar që kishin nevojë për punë dhe u bë një figurë e respektuar në komunitetin lokal. Njerëzit e donin jo vetëm për ushqimin e tij, por edhe për zemrën e tij të mirë. Sofia vazhdoi studimet e saj dhe u bë shkrimtare. Ajo botoi një libër me titull Shpëtuar nga dashuria, që tregonte historinë e saj dhe të Liridonit. Libri u bë bestseller në Itali dhe më vonë u përkthye në disa gjuhë. Shumë njerëz e lexuan dhe u frymëzuan nga historia e tyre. Ata gjithashtu filluan një fondacion bamirësie të vogël që ndihmonte emigrantët në Itali me gjuhën, punën dhe integrimin. Sofia dhe Liridoni besonin që ata kishin një përgjegjësi për të ndihmuar të tjerët, ashtu siç ishin ndihmuar vetë. Ambasadori Stefano Mariani u tërhoq nga puna disa vjet më vonë. Në një intervistë përfundimtare, ai u pyet nëse kishte ndonjë keqardhje në jetën e tij. Ai tha: "Keqardhja ime më e madhe është që fillimisht nuk e mbështeta vajzën time kur ajo gjeti dashurinë e vërtet. Por gjëja më e mirë që kam bërë ishte të ndryshoja mendje. Sot jam krenar për të dhe për burrin që ajo zgjodhi. Ai është një njeri i jashtëzakonshëm." Kjo deklarat u bë virale dhe forcoi edhe më shumë historinë e Liridonit dhe Sofias si një histori dashurie që mposhti të gjitha pengesat. 5 vjet pas dasmës, Liridoni dhe Sofia vendosën të vizitonin Kosovën për një periudhë më të gjatë. Sofia nuk ishte qenë kurrë atje dhe Liridoni donte t'ia tregonte vendin ku kishte lindur dhe rritur. Kur mbërritën në Prishtinë, familja e Liridonit i priti me dashuri të madhe. Nëna e tij e përqafoi Sofian si të ishte vajza e saj, dhe motrat e Liridonit u lidhen menjëherë me të. Sofia u magjeps nga Kosova. Ajo e donte kulturën, njerëzit, peizazhet. Edhe pse vendi kishte problemet e veta ekonomike dhe politike, ajo pa një bukuri që nuk e kishte parë në vende të tjera. Një ngrohtësi njerëzore dhe një ndërlikje që i bënte njerëzit të veçantë. Një ditë, ndërsa po ecni në qendër të Prishtinës, Sofia i tha Liridonit: "Dua të bëjmë diçka për këtë vend.
Çfarë ke në mend? Pyeti ai. Dua të hapim një restorant, edhe këtu. Por jo vetëm një restorant, një qendër ku njerëzit mund të mësojnë zanat, të gjejnë punë, të ndërtojnë një të ardhme. Diçka e ngjashme me atë që bëm në Itali. Për këtu, ku ti erdhe. Liridoni e shikoi me admirim. Ti je mrekullueshme, e di këtë. Ai u buzëqeshi. E mësova nga ty. Dhe kështu, ata filluan projektin e tyre të ri. Me ndihmën e fondacionit që kishin krijuar dhe me mbështetjen e disa investitorëve që besonin në vizionin e tyre, hapën Shtëpia e Liridoni Prishtinë. Ishte një qendër që kombinonte restorantin me programe trajnimi për të rinj që kërkonin punë. Projekti u bë shumë i suksesshëm. Brenda një viti, qindra të rinj kishin përfituar nga trajnimet dhe shumë prej tyre kishin gjetur punë ose kishin hapur bizneset e tyre të vogla. Në vitin e 7 të martesës së tyre, Sofia dhe Liridoni morën lajmin më të bukur. Ata prisnin një fëmijë. Lajmi i solli lot gëzimi të dyve. Ata kishin dëshiruar prej kohësh të bëheshin prindër dhe tani ëndra e tyre po realizohej. Gjatë shtatzanisë, Sofia shkroi një sër postimesh në blogun e saj ku ndante përvojën e saj, ndjenjat dhe shpresat për fëmijën që do të vinte. Mira njerëz ndiqnin dhe e mbështetnin. Kur erdhi momenti i lindjes, Liridoni ishte pranë Sofias në çdo sekond. Ishte i shqetësuar, i emocionuar dhe shumë i lumtur. Dhe kur dëgjoi britmën e parë të fëmijës së tyre, një vajzë të vogël, me sy të gjelbër si nëna dhe flokë të zinj si babai, ai nuk mund të mbante lotët. Ajo është perfekte, tha Sofia, duke e mbajtur vajzën në krah. Ashtu si ti? Jo përgjigj Liridoni, duke i puthur të dy. Ata e quajtën vajzën Lira, një emër që kombinonte emrin e Liridonit dhe një fjalë që në shqip dhe në italisht ka kuptim muzikor dhe poetik. Lira u rrit e rrethuar nga dashuri, nga dy kultura, nga shembuj të fortë të vlerave njerëzore. 10 vjet pas atij momenti në liçen, Liridoni dhe Sofia u kthyen në vendin ku gjithçka kishte filluar. Ishin vetëm të dy, pa Lirën, që ishte me gjyshen, dhe dëshironin të rjetonin atë moment. Ata qëndronin në breg të ujit duke shikuar diellin që po perëndonte. Ndonjëherë nuk e besoj që kjo gjithçka ndodhi, tha Sofia, sikur është një ëndër. Është e vërtet, tha Liridoni, duke e kapur dorën e saj. Dhe gjithçka filloi këtu. Ti më shpëtove jetën atë ditë, tha Sofia, por nuk e di nëse e di sa shumë ti më shpëtove vërtet. Jo vetëm nga uji, por nga një jetë që nuk e dëshiroja, nga një ardhme që do të më bënte të pafat. Liridoni buzëqeshi, dhe ti më shpëtove edhe mua. Më dhe një arsye për të besuar, për të shpresuar, për të dashur. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, duke dëgjuar valët që godisnin bregut. Pastaj Sofia tha: "Çfarë mendon që duhet të mësojnë njerëzit nga historia jon?" Liridoni mendoi për një moment. Mendon që duhet të mësojnë se dashuria nuk njeh kufi, se nuk ka rëndësi nga vjen, çfarë ke ose çfarë mendon bota për ty. Nëse gjen dikë që të bën të ndjesh i plot, duhet të luftosh për të, edhe nëse bota të thotë që është e pamundur. Sofia buzëqeshi. Dhe gjithashtu duhet të mësojnë se nganjëherë njerëzit më të rëndësishëm në jetën tënde janë ata që nuk i pret. Dikush që thjesht bën gjën e duhur në momentin e duhur, pa pritur asgjë në këmbim. Ata u kthyen dhe u shikuan njëri tjetrin. Unë nuk do ta ndryshoja asgjë, tha Liridoni. Asun, tha Sofia. Dhe me atë, ata u kthyen në makinë dhe u larguan, duke lënë pas liçenin që kishte qenë dëshmitar i fillimit të historisë së tyre, një histori që kishte frymëzuar mijëra njerëz dhe që do të vazhdonte të frymëzonte edhe më shumë në të ardhmen. 20 vjet më vonë, Lira, vajza e Liridonit dhe Sofias, u rrit dhe u bë gazetare. Ajo kishte dëgjuar historinë e prindërve të saj mijëra herë, por ajo kurrë nuk u lodh prej saj. Një ditë,
Ajo vendosi të shkruante një dokumentar për ta. Intervistoi prindrit, gjyshin Stefano, që tani ishte në të 80-tat, Martën, që ishte tërhequr por ende mbante kontakt, dhe shumë njerëz të tjerë që kishin qenë pjesë e kësaj historie. Dokumentari u quajt Shpëtuar nga dashuria, historia e vërtetë e Liridonit dhe Sofias, dhe u shfaq në një festival filmi ndërkombëtar. Ai fitoi disa çmime dhe u transmetua në televizione në të gjithë botën. Njerëzit që e pan u prekën thellë. Shumë prej tyre shkruan mesazhe tek Lira, duke i thënë se sa i kishte frymëzuar. Disa tregonin histori të ngjashme nga jetët e tyre. Të tjerë thonin se dokumentari i kishte bërë të besojnë përsëri në dashuri. Sofia u magjeps nga Kosova. Ajo e donte kulturën, njerëzit, peizazhet. Edhe pse vendi kishte problemet e veta ekonomike dhe politike, ajo pa një bukuri që nuk e kishte parë në vende të tjera. Një ngrohtësi njerëzore dhe një ndërlikje që i bënte njerëzit të veçantë. Një ditë, ndërsa po ecni në qendër të Prishtinës, Sofia i tha Liridonit: "Dua të bëjmë diçka për këtë vend." "Çfarë ke në mend?" pyeti ai. "Dua të hapim një restorant, edhe këtu. Por jo vetëm një restorant, një qendër ku njerëzit mund të mësojnë zanat, të gjejnë punë, të ndërtojnë një të ardhme. Diçka e ngjashme me atë që bëm në Itali, për këtu, ku ti erdhe." Liridoni e shikoi me admirim. "Ti je mrekullueshme, e di këtë." Ajo buzëqeshi. "E mësova nga ty." Dhe kështu, ata filluan projektin e tyre të ri. Me ndihmën e fondacionit që kishin krijuar dhe me mbështetjen e disa investitorëve që besonin në vizionin e tyre, hapën Shtëpia e Liridoni, Prishtinë. Ishte një qendër që kombinonte restorantin me programe trajnimi për të rinj që kërkonin punë. Projekti u bë shumë i suksesshëm. Brenda një viti, qindra të rinj kishin përfituar nga trajnimet dhe shumë prej tyre kishin gjetur punë ose kishin hapur bizneset e tyre të vogla. Në vitin e 7 të martesës së tyre, Sofia dhe Liridoni morën lajmin më të bukur. Ata prisnin një fëmijë. Lajmi i solli lot gëzimi të dyve. Ata kishin dëshiruar prej kohësh të bëheshin prindër, dhe tani ëndra e tyre po realizohej. Gjatë shtatzanisë, Sofia shkroi një sër postimesh në blogun e saj ku ndante përvojën e saj, ndjenjat dhe shpresat për fëmijën që do të vinte. Mira njerëz ndiqnin dhe e mbështetnin. Kur erdhi momenti i lindjes, Liridoni ishte pranë Sofias në çdo sekond. Ishte i shqetësuar, i emocionuar dhe shumë i lumtur. Dhe kur dëgjoi britmën e parë të fëmijës së tyre, një vajzë të vogël, me sy të gjelbër si nëna dhe flokë të zinj si babai, ai nuk mund të mbante lotët. "Ajo është perfekte," tha Sofia, duke e mbajtur vajzën në krah. "Ashtu si ti?" ju përgjigj Liridoni, duke i puthur të dy. Ata e quajtën vajzën Lira, një emër që kombinonte emrin e Liridonit dhe një fjalë që në shqip dhe në italisht ka kuptim muzikor dhe poetik. Lira u rrit e rrethuar nga dashuri, nga dy kultura, nga shembuj të fortë të vlerave njerëzore. 10 vjet pas atij momenti në liçen, Liridoni dhe Sofia u kthye në vendin ku gjithçka kishte filluar. Ishin vetëm të dy, pa Lirën, që ishte me gjyshen, dhe dëshironin të rjetonin atë moment. Në fund të dokumentarit, Lira bëri një pyetje të fundit për prindrit e saj. Nëse do të kishit një mesazh për të gjithë ata që po e shikojnë këtë, çfarë do të ishte? Liridoni dhe Sofia u shikuan, pastaj Sofia foli. "Do të thoja, mos ki frikë të ndiqësh zemrën tënde, edhe kur bota të thotë që është e pamundur, sepse ndonjëherë gjërat më të mira në jetë vijnë nga vendet më të papritura." Pastaj Liridoni shtoi: "Dhe gjithashtu, bëj gjën e duhur, edhe kur askush nuk të shikon, sepse kur nuk e di se si një veprim i vogël mund ta ndryshojë jetën e dikujt dhe ndoshta edhe jetën tënde." Ekrani u errësua dhe dokumentari mbaroi me pamje nga liçeni ku gjithçka kishte filluar. Dhe kështu, historia e Liridonit dhe Sofias vazhdoi të jetojë,
jo vetëm në jetët e tyre, por edhe në zemrat e mira njerëzve që u frymëzuan prej saj. Sepse në fund të fundit, kjo nuk ishte thjesht një histori dashurie, ishte një histori për guximin, për shpresën, për humanitetin dhe për fuqinë e një veprimi të thjeshtë që mund ta ndryshojë gjithçka. Kjo histori na mëson se dashuria e vërtet nuk njeh kufi social, ekonomik apo kulturor. Ajo gjithashtu na tregon që një veprim heroik i bërë pa pritur shpërblim mund të ndryshojë jo vetëm një jetë, por të gjithë rrugën e fatit. Nuk ka rëndësi nga vjen, çfarë ke ose çfarë presin të tjerët nga ti. Ajo që ka rëndësi është se kush je benda, si i trajton njerëzit, dhe nëse ke guximin të luftosh për atë që beson. Historia e Liridonit dhe Sofias është një kujtesë që ne të gjithë kemi fuqinë të bëjmë një ndryshim, edhe me gjeste të vogla, edhe në momente kur nuk e presim. Dhe më e rëndësishmja, mos haro kur se një vepër e mirë kthehet gjithmonë, shpesh në mënyra që nuk mund të imagjinosh. Nëse kjo histori të ka prekur, nëse të ka bërë të mendosh, nëse të ka frymëzuar, lër më një koment poshtë. Trego se çfarë të ka pëlqyer më shumë, çfarë të ka mbetur në mend, dhe nëse ke ndonjë histori të ngjashme nga jeta jote. Gjithashtu, nëse do që të shohësh më shumë përmbajtje si kjo, mos harro të abonohesh dhe të aktivizosh zinulen për të mos humbur asnjë video. Faleminderit që lexove deri në fund. Kjo histori është për ty, për të gjithë ata që besojnë në dashurinë e vërtetë dhe në fuqinë e mirësisë njerëzore. Shifemi në videon e ardhshëm.